Unë jam shumë i lumtur që seriozisht kom punu shumë dhe kom nejt shumë ato, dhe kom nejt për këtë ditë, që mi pas shoqe dhe me diskutu gjithë qka. Nështë në momentet të ndryshme kom diskutu disa temat të cilat nuk kanë qenë leta për ato me i thit, dhe për mu me i fol, po ma ndej kom di që shumë herët këra me më rinë një diskutime të tipit shumë shoqëror, dhe për mu shumë e rëndësishme ambienti ku jetaj mës me qenë angth, ose mës me qenë panik. Për mu du të me qenë gjithqysh inspirus. Kështu që na jetojmë në një familje ku gjithë qka flitet për të bukurën, për dramën, me të bukurën, të trijat janë të bukra, të trijat janë fashion, dhe mu m'inspiron qëndrimin në shpe dhe ishdash me qenë tjerë, sepse për ndryshe nuk do të mund të kisha reflektu në punën time me rezultatet mira. Kështu që Bella është ndoshta burimi ma i madh i kreativitetit në dekadën e fundit, sepse kom kalu një pjesë jashtëzakonshme në rritjen dhe sistemimin e saj, por në të njëjtën kohë dhe ndoshta një fuqi shumë e madhe për mu për me vazhdu dhe me qenë konsistent në këta që po baj. Të e pas parasysh se shumë shpesh e shohim në rrjetet sociale të ekspozuar Bellën, a është ajo vajza që e don famën Valdrin? Unë mendoj që unë mendoj që po, se ndryshe nuk do të kish marrë famën, sepse në të gjam, unë mendoj që nuk ka asnjë substancë në botë më adiktive sa fama, e cila nuk është substancë. Dhe kjo famën dush me dash, është varësi, po nuk dush me dash. Për shembull, unë jo njerëz të cilët kanë pas mundësinë për të qenë dhe nuk ju krijon panik, ju krijon angst. Për shembull, Edita nuk e don. Nuk e don shumë prezencën publike, nuk e don të qenurit në vëmendje. O ke në gjak ose ke? Unë mendoj që Bella e ka marrë prej me, mendoj që edhe Parise, mendoj që e dojnë, po mendoj që edhe kanë në personalitetin e tyne shumë dramë, ekspresivitet, janë artiste, unë mendoj që e kanë marrë edhe shumë prej meje, dhe në mënyrën që kanë ekspresivitetin, që e keni pa, ma ndë kanë arrit të dyja, si të mos Bella me qenë shumë e pëlqyme për publikut, po që ajo është shumë koshiente dhe edhe. Edhe për të knaqet, shumë gjas. Po. Valdrin, përpos kësaj pjesës së krijimit të artit, njihesh edhe për mendimin kritik, analizat e thella dhe as pak sipërfaqësore, pa çka dy herë gëzën edhe vendin si opinionist në Big Brother VIP Kosova. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Ndoshta ato komente që me të vërtetë ke pas një pëlqim masiv në publik, në opinion, po për ty si ka qenë kjo eksperiencë? Seriozisht po e them, sepse nuk kam pas mundësi mu taku me publikun pas herës fundi që kam qenë Big Brother, e kom dje shumë supportin publik, falenderojmë shumë të gjithë njerëzve, i kom lexu në mesazhat e mi, në mesazhat e punës, në mesazhat e Bigut, nga producent e Bigut, falenderit shumë. Unë mendoj që njerëzve kom pëlqy shumë për shkak që mendimet e mia nuk kanë qenë folklorike. Nuk kanë qenë kur folklorike, po sidomos nuk vazhdojnë me qenë folklorike. Dhe realisht njerëz